vërtet është e dhemshme kur e krahason Petrit Hajdarin me Ramiz Ladrovcin. Është shumë e dhemshme. Ai djalë i shkollum me fakultet, i emancipum, i drejt, me pas hije fjalla ka të flet. Nuk mbujnë studiot me Petrit Hajdarin me bo hajgare, me thirë me dho hajde të thrasën një budal drenicës të bom hajgare të mishti me kesh, me bo mramje gazmore, mos me votu, mos që me votu një njeri, që type nuk e dija ka fillorën të kryna aja, kjo është qmenduri. Kjo është qmenduri. Tash mune në më rajqa dhe Batiri, Agem Batiri ka thojë më akademik e tjetëri, doktor shkencë atje. Po këta nuk janë, këta i kanë morë me pare, se këta lidhje me trus kanë. Absolut. Tash, qash më ka gërdit a i drenas, që kam qefas fotografime, po se lemo me shkel, është shumë e dhemshme edhe e të mërshme. Me krahazu Petrit Hajdarin, mi nën vlerësu, e me adhon votën Ramiz Ladrovcit, kjo është e të mërshme. Që 9 vjetë lau konë që aty, tonë e këni po, qka ka bo? Këta shmë qu, me votu dhe njëherë, kjo është e të mërshme. Sinqerisht po e thamë, pasha Zotën, unë s'kam as gjonë gjep, sa kom qenë karami pa në përfoshat Petritin, një djali zgjuar, një djali shkollum, një djali drejt, i familjes mirë, me kulturë tamam suedeze, thash inshallah bre, e votojnë këtë njëri, nështë ta këthe këtë drenas për smari. Pse a qesin Ramiz Ladrovcit, që 9 vjetër ko aty, 22 katune s'kan uj, e sa brëllogi, e sa kiameti, hiq ma pak se një 2-3 vjetë ka mojt thurën me lasra, drenasin s'ke mujt me hinë ta kursysh, një farsheshi heq që do fa plakash që tani të luë edhe në zinët të full, me fjallë të veta të bo pazar, edhe ja qëtë një votën, këta ma kini gërdit me drenas, ma kini gërdit kështu, jo drenisën krejt jo, se aja pjesa drenisa ku që është e mirë, po ma kini gërdit drenasin fart. Wallahi, po mdalin fjallë të plezve, që shumë kanë thonë, qashtu më kanë dalë.